Përshëndetja, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Gëzim Kopani, 2 dekada mifti i rrethit Puk. Ishte viti 2005 ko komuniteti musliman i Shqipërisë prezantoi Gëzim Kopanin mifti të rrethit Puk. Gëzim Kopani lindi në vitin 1983 në fshatin Meqe të Pukës, po në këtë fshat mori mësimet e para për të vijuar në shkollën 8 vjeçare në Puk dhe me pas të mesmen në Medresen e Tiranës. Pas studimeve në Stamboll, në vitin 2004 u rikthye në Shqipëri, ku ndoqi studime dhe trajnime të ndryshme, derisa u bë pjesë e stafit pedagogjik në lëndën e informatikës. Në gusht të vitit 2004, me vendosjen e nikahut në xhaminë e qytetit të Pukës, Gëzim Kopani u martua me Eriolën, u ushtuan me 3 fëmijë, Fatmen, Enginin dhe Elifin. Nuk kaluan shumë ditë dhe Gëzim Kopani emërohet si fillim imam i xhamisë së qytetit Puk, ndërsa në vitin 2005 komuniteti musliman i Shqipërisë e zgjedh Gëzim Kopanin mifti të rrethit të Pukës. Sot kemi kënaqësinë të përkujtojmë një moment të veçantë, 20 vjetorin e emërimit të Zotit Gëzim Kopani si mifti i Pukës. Gjatë tyre viteve ai ka treguar për kushtim, urtësi dhe vlera të larta në shërbim të fesë dhe komunitetit. Prej 2 dekadash ai ka qenë një figurë që ka mishëruar për kushtimin, urtësinë dhe seriozitetin në misionin e tij. Me një punë të pandërprerë dhe vizion të qartë, miftiu Kopani ka arritur të forcojë jetën fetare në rrethin e Pukës, duke qenë pranë besimtarëve, duke edukuar brezat e rinj dhe duke ruajtur vlerat e trashëgimisë islame. Vetëm 6 vjeç jam këtu, por duke pas parasysh edhe bashkëpunimin që ka pas Gëzimi edhe me priftat përpara që ka kenë Don Giovanni Fioki, që kanë pas një harmoni mjaft të mirë, atë harmoninë edhe kemi vazhdu, pikërisht me vizitat tona të ndërsjellta për festat tona, edhe kjo normalisht e ka ngjallë më shumë besnikëri ndaj njëri tjetrit, po ashtu edhe të mirë ndaj njëri tjetrit. Fillimet ishin një njohje protokollare, zyrtare, por duke ecur pastaj kuptova se me miftiun Gëzim mund bashkëndash edhe ditë normale, ku bashkoheshim shumë shpesh për kafe dhe te miftiu Gëzim sinqerisht lexova një lider mjaft bekum, ku mundesh me bashkënda gjanat shpirtërore, mundesh me bashkënda gjanat intelektuale. Gëzim Kopani ka qenë i nevojshëm për Pukën, për arsye se ka shumë vullnet edhe është i papritueshëm për të marrë me aktivitete edhe me punën për hapjen e besimit islam, për ndërtimin e xhamive. Sigurisht unë i gëzon faktit që Gëzim Kopani, miftiu i Pukës, është një nga personalitetet e besimit dhe të religionit në Pukë. I gëzon sepse si djalë i ri që filloi dhe erdhi në fillimet e tija, gjithnjë ka qenë një njeri që na ka krijuar perceptimin e një personaliteti njeriu shumë dimensional. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur rastin që të bashkëpunojmë me miftiun e nderuar dhe sinqerisht e them se tek miftiu Gëzim Efendi Kopani e kam parë një angazhim të madh në 2 drejtime. Në drejtimin e parë, ata kam ngurës në lartësimin e idealeve të fesë, idealeve islame në rrethin e Pukës dhe në miftinin e Pukës. Dhe në drejtimin e dytë, miftiun e kam parë shumë, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm edhe në aspektin humanitar në rrethin e Pukës. Kam nderin që t'i shpreh urimet më të përzemërta miftiut të nderuar Gëzim Kopanit për 20 vjetorin e punës së tij të palodhshme, që me të vërtet është kënaqësi ta kesh një koleg të tillë i cili i dha dinjitet dhe ngritje të madhe komunitetit pukian në përgjithësi dhe komunitetit musliman në veçanti. Andaj e lutim Allahun e Madhëruar që atë ta shpërblej për punën dhe mundin e tij dhe për kontributin që i ka dhënë asaj treve shqiptare në çdo aspekt, pra
Gzim Kopani është një humanist i madh, bamirës dhe aktivist i madh që i shërbeu këtij komunitetit për 2 dekada. Meftiu Gzim Kopani e gjeti Meftinin me strukturë të ngritur në qytet dhe disa fshatra, por pa pasur mundësinë e zhvillimit të aktiviteteve. Meftiu e nisi mbar punën, duke evidentuar problematikat e institucionit dhe më pas zhvilloi mbledhjen e parë të Këshillit Meftinis PUK, ku shpalosi objektivat e tij. Rritjen e aktiviteteve fetare brenda dhe jashtë xhamisë, hapjen e kurseve për mësimin islam për fëmijët dhe rinin, certifikimin e xhamive dhe pronave vakuf të Meftinis, krijimin e bashkëpunimeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit me institucionet islame, ambasada, shoqata, fondacione dhe individ të ndryshme, ndihmën ndaj familjeve në nevojë, jetim dhe rastet e fatkeqësive të ndryshme, forcimin e harmonisë fetare, si dhe shumë objektiva të tjera. Sot me kënaqësi shikojmë se këto objektiva të Meftiut pothuajse janë realizuar me përkushtimin e tij të palodhur. Meftiu Gzim Kopani arriti të certifikojë të gjitha xhamit dhe tokat vakuf falë kësaj pune me bashkëpunimin edhe me komunitetin musliman Shqipërisë. Meftiu Gzim Kopani arriti të gjejë donator për rindërtimin e xhamisë së Kodërhanit, xhamisë së fshatit Qerret dhe i Balle. Aktivitetet fetare u shtuan jo vetëm në saj të bashkëpunimeve të ndryshme, por edhe në saj të angazhimit dhe të aftësive organizative të Meftiut Gzim Kopani. Në fillim këto aftësi dinin vetëm anëtarët e Këshillit të Meftinis PUK, derisa filluan të zhvillohen aktivitete dinjitoze, siç ishin zhvillimi i aktiviteteve Sofra Harmonisë Fetare 1 dhe 2, simpoziume dhe seminare të ndryshme për të arritur në vitin 2014, ku Meftiu Gzim Kopani mori përsipër të organizojë për herë të parë në qytetin e Fusharzit një program fetar ku morën pjesë 10 besimtarë. Po këtë vit, ai së bashku me komunitetin musliman të Shqipërisë dhe medresen e Tiranës organizoi në PUK një program fetar kulturor kushtuar profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Këto 2 aktivitete u bën shkas që Meftiu Gzim Kopani të marrë përsipër organizimin e disa aktiviteteve të mëdha. Kështu në vitin 2015 dhe 2016 në saj të bashkëpunimit me përfaqësuesin e fondacionit Hydaj në Turqi, Rafet Bilaq, dhe të kryetarit shoqatës Istanbul Ridvan Seferaj dhe medreses Haxhi Shesh Shamia Shkodër, me drejtorin e saj Kujtim Dervishi dhe të Bledjan Mehmetit, Fehmi Dushkut e tjerë, u zhvilluan programi i madh fetar kulturor kushtuar profetit Muhammed me titull Përjetësisht me ty. Skena e Pallatit të Kulturës PUK nuk kishte pritur ndonjëherë program të tillë. Përveç medresistëve dhe personaliteteve fetare, në skenë u ngjitën dhe artistët e njohur si Mukaddes Çanga, Rezart Asmaja, Adnan Bala, Selma Bekteshi e shumë të tjerë. Me 11 nëntor 2017, Meftiu Gzim Kopani arriti të sjellë në PUK për herë të parë 2 drejtues të lartë të fesë islame nga 3 vargje shqiptare. Kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Skënder Bruqa, si dhe kryemeftirin e Republikës Kosovës, Haxhi Naim Trnava, me protokollet përkatëse, për të vijuar më vonë me vizitat e kreut aktual të komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, si dhe disa nënkryetar të komunitetit musliman, për të vijuar me vizitat e Meftiut të Shkodrës, Muhamet Sytari, të kryetarëve të Këshillit të Bashkësisë Islame Prizren, Lutfi Ballëk, Besim Berisha, Valon Brahimi, të kryimamit Prizrenit Orhan Bislimaj, të kryetarit Bashkësisë Islame Gjakov Valon Myrta, të imamit të Xhamisë së Madhe të Prishtinës Bahri Sejdiu, të kryetares së komunitetit shtetëror të kulteve Loreta Aliko, i peshvit diaqezës së Sabës Simon Kulli, të ambasadorit Kuvajtit në Shqipëri Fajez Mishari Al Yasim, të atasheut të ambasadës turke në Tiranë Shaban Ishlek, kryetari i shoqatës Istanbul Ridvan Seferaj, drejtori i fondacionit Mirësia Korab Kaja, Ermal Qela, përfaqësuesi i fondacionit Mirënjohja, kryetari i shoqatës humanitare e Jeta Bashkim Fezo, drejtori islamik Relief të Kuvajtit Mustafa Aoun, drejtori i përgjithshëm islamik Relief në Shqipëri Muhammed Selman,
deputet të ndryshëm të Republikës së Shqipërisë, kryetar të bashkive PUK dhe Fusharës, drejtues të subjekteve të ndryshme politike të rrethit PUK, drejtues të institucioneve në PUK, artista dhe biznesmen. Vëmendje të madhe, Muftiu Gëzim Kopani i kushtoi hapjes së kurseve për mësimin e besimit islam, leximin e Kuranit, kurse për kompjuter, për mësimin e gjuhës angleze, rrobaqepsi e shumë profesione të tjera. Që në fillim të ardhjes në drejtimin e meftenisë PUK, Gëzim Kopani, duke shikuar varfërinë e shumë familjeve në PUK, filloi punën për ardhjen në ndihmë të 10 familjeve në nevojë, jetim, të sëmurë e shumë raste të tjera. Në 20 vite u shpërndan 13.255 paga ushqimore për 660 familje në vit. U shpërnda 17.000 kg mish kurbani për 212 familje në vit. Gëzim Kopani na ka ardhur edhe deri te shtëpia e na ka ndihmuar me mishë me shpyrt me çka ka pas. Pavarësisht me kushtet dobta, se jena rrethi më i dobt në gjendjet ekonomike, Gëzim Kopani ka bot pa mundën për çdo gjë. Kur ka pas stres na ka ndihmuar, ne ka pranuar të shtëpia ne ka pranuar. Ushtruan mbi 100 iftare për rreth 10.000 persona. 950 dhurata të ndryshme për fëmijë, 240 pensione për jetimet, 160 pako me mjete shkollore, si dhe shumë ndihma të tjera sociale. Përveç këtyre aktiviteteve, Muftiu Gëzim Kopani është krijuesi i disa dokumentarëve, si dhe ka marrë pjesë në disa emisione televizive. Miftuar sonte në studion ton të hapur këtu për nga Konaku Xhamisë Sinopashës, miftiun e rrethit Pukës, miftiun e nderuar Gëzim Efendi Kopani. Miftiun mirë s'keni ardhur. Po ashtu, ai është hulumtues i historisë së rrethit të Pukës, duke publikuar 10 shkrime, si dhe promovues i madh i vlerave turistike dhe tradicionale të Pukës. Për punën e tij 20 vjeçare, përveç këshillit të meftenisë PUK, të komunitetit musliman të Shqipërisë, koleg, por edhe intelektual dhe besimtar, ka nëruar Muftiun Gëzim Kopani për kontributin e dhënë në rrethin e Pukës. Në këtë përvjetor të 20, në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, i uroj Muftiut Kopani sukseset të mëtejshme në misionin e tij dhe lut Zotin e Lartësuar që ta shpërblej për të gjithë përkushtimin dhe kontributin e dhënë ndër vite. I nderuar Mufti Gëzim Efendi Kopani me bashkëpunëtor, më lejoni që t'ju përcjell selamet më të përzemërta nga qyteti i Prizrenit, nga qyteti i lidhjes, në emër të bashkëpunëtorëve tanë, në emër të hoxhallarëve, në emër të kolegëve, ne ju dërgojmë selamet më të përzemërta juve, familjes tuaj dhe gjithë qytetit të Pukës dhe pukianëve me rastin e detyrës tuaj në krye të muftinisë së Pukës. Ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur me bashkëpunimin që kemi pasur deri tani. Si besimtar, tham që Zoti e mbusht çdo moment të jetës tij me dashurinë e Zotit, me dritën e Zotit. Pukianët dhe rrethi Pukës janë me fat që në këtë periudhë e kanë pasur për Mufti Gëzim Efendi Kopanin. Unë e uroj e përgëzoj që ai të ketë edhe jetë të gjatë edhe shumë vite të tjera në shërbim të xhamatit të Pukës. Kam kënaqësinë e veçantë të përshëndes, të përgëzoj dhe të uroj mikun tim të dashur, Muftiun e Pukës, Zotëri Gëzim Kopani, me rastin e 20 vjetorit të shërbimit të tij për të përquar fjalën dhe dashurinë e Zotit tek familjet, tek besimtarët e devotshëm në Pukë, në rrethin e Pukës, në çdo familje pukiane, me përkushtimin e madh në ruajtjen e vlerave tona të shenjta tek besimi dhe tek atdheu. I uroj shumë vite të lumtura, të gëzuara dhe të begata me familjen personale, biologjike, por dhe me familjen e besimtarve musliman në rrethin e Pukës, të cilët i dua me dashurinë e shpirtit si vëllezër dhe motra, duke ta shikuar edhe nga baballarët tanë gjithmonë dashurinë, respektin e ndërsjellët dhe
kemi një Zot që na bashkon, por kemi zemrat tona të dashura, bujare dhe vllazërore që lidhen përjetësisht tek gjaku, tek gjuha, tek kultura jon e dashur. Andaj edhe fishta i madh thoshte, ne vërtet kem Bajram e Pashk, por Shqipërinë etnike e kemi bashk. Prandaj edhe një herë miku im i dashur, të përgëzoj nga zemra, të uroj shumë vite të lumtura, të begata, që të përcjellësh me dashurinë e shpirtit fjalën e Zotit në shërbim të paqes, të dashurisë, të besimit dhe të atë dheut tonë të dashur. E mbyllim këtë reportazh të shkurtër, por me vlera shumë të mëdha, duke pasqyruar në pak minuta atë punë 20 vjeçare që Muftiu i Pukës Gëzim Kopani ka bërë me përkushtim në shërbim të Islamit dhe komunitetit pukian, duke përcjellur tek njerëzit mesazhet e paqes, të harmonisë, se me punë dhe besim të Zoti gjithçka arrihet dhe bëhet realitet. Urime Mufti dhe punë të mbarë në vazhdim për të mirën e komunitetit pukian në drejtimin e Muftinisë Puk.